kur ke kimi, jo për një vit, po për 3 ditë, kupton që. Ke njerëz analfabeta dhe ka mbaruar shkolla. Shumë shkurt Benardi. Flet Benardi. Shumë shkurt. Nëse gjut në vëmendje historia thotë që djali u vum presion vetëm nga fjalia që i thanë shtëpisë. Domethënë, ose ne ose atë. Kjo është presioni që djalin e bën të pasiv. Po, kjo po. Nëse ja ta marrë gjest, ta marrë. Kështu që nëse familja ka kontrollu djalin, mund të ketë fitu këtë betejën që o djalin ose domethënë ose atë vajzën ose neve, po ka hum çunën. Ka hum pra. Ke fitu një çunë që nuk di të marrë përgjegjësi. Ora, ato do e trajtojnë çunin gjithë jetën si kukull. Ema thot fjalinë e fundit, vetëm një fjali e madhe e mbylli. Po, djali duhet i vendosi pika në bi, t'i japi vendin e vet familjes dhe vendin e vet gocës që është dashuruar. Okej. Pik. Kaq. Tema e dytë është, a është martesa ende relevante për brezin e ri, pse çiftet po kalojnë direkt në bashkëtesë? Stella dhe Ergi u njohon pa plane të mëdha. Stella 25 vjeçe dhe Ergi 31 vjeç. Në muajt e parë të lidhjes, gjithçka po shkonte shumë mirë. Flinin shpesh tek shtëpia e njëri tjetrit, çelësat e apartamenteve i ndërruan dhe rrobat filluan të përziheshin në dollap. Kur qeraja e Stelës u rrit dhe Ergi kishte një apartament pak më të madh, vendimi për të jetuar bashkë erdhi natyrshëm. Askush nuk tha po bashkëtojmë, thjesht ndodhi. Në fillim ishte si një pushim i përhershëm, gatuanin bashkë, punonin nga divani, qeshin për gjërat më të vogla. Miqtë i shihnin si çift modern, pa presion, pa drama, pra pyetjen kur do të martoheni. Edhe ata vetë krenoheshin me këtë gjë. Duke sikur kishin gjetur formulën perfekte. Pas një viti e pak filluan pyetjet, jo nga shoqëria, por nga djesitë e brendshme. Një darkë, ndërsa po flisnin për një dasëm ku ishin ftuar, Ergi tha me gjysmë zëri se ai imagjinonte veten të martuar me dikë. Stella qeshi, por jo me përbuzje, por me një lloj nervozizmi. I tha se nuk e shihte martesën si hap të domosdoshëm, se ajo ndihej mirë ashtu siç ishin, se një firmë nuk e bënte dashurinë më të fortë. Ergi nuk insistoi, por që nga ajo mbrëmje filloi ta ndjente veten në një lidhje pa emër të qartë. Jetonin bashkë, ndanin shpenzime, plane, por nuk kishte një nesër të përcaktuar. Kur ai fliste për blerjen e një shtëpie, Stella fliste për lirinë për t'u larguar nëse nuk ndiheshin më mirë në vendin që jetonin. Kur ai mendonte për fëmijë një ditë, ajo mendonte për karrierë dhe frikë nga përsëritja e martesës së dështuar të prindërve të saj. Enis Ema. Një gjë që kam kuptuar dhe që e kam analizuar kohën e fundit është që kur të zgjedhësh partnerin e jetës, duhet t'i flasësh pikë së pari traumat e fëmijërisë me njëri tjetrin. Sepse ka trauma fëmijërie që ne nuk i kemi diskutuar kurrë me partnerat tanë, ne i mbajmë të mbartura dhe në veprime të caktuara kur ne shfaqemi me partnerët tanë, ata nuk e kuptojnë se nga vjen ai reagim. Pra, duhet jemi aq të zgjuar se që t'i shpërndajmë dhe t'i ndajmë traumat që kemi pasur. Bravo, Ema! Jam pro martesës, sepse në bashkëtesë gjithmonë njëri vuan më shumë emocionalisht se tjetri, sepse nuk e ka të sigurt se çfarë do ndodhi nesër. Pra, nuk e dini se çfarë do ndodhte nesër, siç tha edhe djali që nuk e dinte, por Ergi nuk e dinte se çfarë do ndodhte për. Pse një firmë ti të jep siguri një firmë. Mund të një firmë të jep siguri. Sigurisht. Do ta jap me firmë. Me martesë. Është e firma. Po kush pra? Është e firma. Respekti që tregon Lunaza. Po ku i ke Tani jema që do të kundërshtoj. Respekti për një person nuk tregohet nga martesa me dokumenta. Respektin ti e tregon edhe në bashkëtesë, mënyrën si e trajton atë personi kur je vetëm, si e trajton kur je me njerëz të tjerë, sa dashuri je pa ti personi dhe si sillesh në bashkëtesë. Fakti që ti firmos një letër aty dhe do thotë që unë këtë person e kam gjithë jetën. Jo, nuk ta siguron martesa. U martu dhe Cristiano Ronaldo me Georginën Lema. Po nuk ta siguron martesa letra, ajo që po prito burta me nuk është Naza, nuk është Nuk është ajo që ty të siguron, ka njerëz që kanë vite të martuar me letra dhe prap kalojnë procese shumë të vështira divorci dhe nuk të siguron ajo gjë ty. Bashkëtesa për këtë histori o vlla. Po pra kjo histori. Për këtë histori unë siç e shoh unë e shoh që ai si e kishte emrin? Ergi është gati për martesë sepse ashtu është shefa i të ardhmen. Martesa është, nëse unë e shoh të ardhmen me këtë gocën, martesa për mua nuk është problem. Kupton? Pra të gocën është problem martesa, sepse nuk është, që menoj unë, ajo e ardhmja, më këtë çuni nuk është reale. Një e para, e dyta. Ajo që thut ti, martesa me letra, unaz, ku di. Po nuk të siguron gjë, nuk t'jep siguri. Martesa nuk është vetëm letra unaz. Martesa është qëllimi që ke ti.
marrim përgjegjësi më Qëllimi që shumë. ke ti ku do ta çosh të lidhjen. Kupton? Domethënë nëse unë shkoj martohem, do të thotë, domethënë vendos të martohem, ky është qëllimi im që tu me këtë Po gocë. ke edhe shumë martesa të dështuara që vërtetojnë të kundërta. Po le tje. Mi bashkëtet. Ideja është që unë qëllimin e mia Shkon gjyqe ke kalamaja budalliqe. sakta, e di ku do shkoj. Më mirë do sa bashkëteshin Nuk ka lidhje as letra, as unaza, as se ti po martohesh dhe bën më të sigurt. Thjesht unë di që në momentin që edhe ajo vajza nëse do ishte Stela. pro martesës, domethënë që të dy kanë qëllime të qarta se ku do të shkojnë. Ato do të kishin caktuar që në fillim një, jo tani. Mendoj që është edhe çështje moshës, se ndoshta ajo në 25 është mosha ku ti do karrierën, do ta dish ku je në jetë e tjerë. Ndërsa ai në 30 ndoshta po ndihet pak e rrezikuar që ajo nuk është ndoshta në njëjtën faqe me atë. Plus bashkëtesa këtu ka ardhur, nuk ka ardhur që hajde bashkëtojmë, ka ardhur Naturalisht. Asnjëherë nuk vjen bashkëtesa, hajde bashkëtoj. Jo, kështu ishte në këtë rast. Çmimi që Qeraja, që nuk është e vendosur. Po pra, ndoshta nuk ka pasur qëllimin një ata, ndoshta me anë asaj janë të lidhur. Ato duhet të kishin sqaruar që në fillim njërë këto gjëra. Artemisa. Një gjë për të cilën unë Shqipërinë, vendin tonë e kam vlerësuar gjithmonë shumë, ka qenë sepse ne familjen e kemi mbi çdo gjë. Dhe martesa është institucioni më i shenjtë që ne si shqiptar kemi, martesa dhe familja. Bashkëtesa patjetër është një provë shumë e mirë për të parë a përshtatemi ne me njëri tjetrin për të kaluar në hapin e radhës, që është martesa. Martesa të jep sigurinë, të jep qetësinë që okej, edhe në rastin se unë me këtë njeriu një ditë do kem konflikte, po, mund të divorcohemi, por ama unë jam e mbrojtur sepse mua më mbron ligji. Kështu që dhe në aspektin një fjali për ta përmbyllur, dhe në aspektin fetar ta marrim, dhe në aspektin ligjor ta marrim, kulmi i familjes është martesa. Okej, Aty Flori. mbyllet çdo gjë. Shiko, jam dakord pjesërisht me do që tha Artemisa. Familja është tamam institucioni që ka familje shqiptare, e kanë këtë parimin e parë. Jo martesa, martesa është akti. Por familja ndërtohet nga dashuria, e cila mund të ndërtohet edhe në bashkëtesë. Ndërton dhe pa u martu. Edhe unë mendoj që njeriu në bashkëtesë ka periudhën kur njeh tjetrin. Dhe kur të jetë gati, kur mendon që ka kaluar një kohë e caktuar për ta njohur deri në atë pikën që mendon që e njeh, pastaj kalon në hapa të tjerë. Në mendimin tim, djali që ishte edhe më i madh moshë, që gati 30 vjeç, ka një lloj frike, mendon që po ikën mosha. Dhe këtë frikë gjet tek fakti që djali kërkon patjetër një kontratë. Po kush e vendos këtë që i Unë po mendoj që dëgjoj shpejt, kush e vendos këtë? Shoqëria standarde, ke njerëz që martohen shumë herë. Djali ka një frikë se thot ta lidhin patjetër atë martesën. Por gjërat mund shkojnë dhe keq. Nëse dashuria është kaq e fortë dhe bashkëtesa është e kanë provuar vetëm se kanë frikë nga martesa. Se nuk janë të sigurt. Po ta bëjnë, se do ta bëjnë, se kanë bërë gjithë atë Nuk janë të sigurt. Kanë frikë nga divorci. Ja të përgjigje pak Flori, të përgjigje pak Flori. Ne e dim që shoqëria krijon një lloj presioni dashur pa dashur, që i thot atij djalit kudo që shkon e bindur që atij djalit i thon po tikën mosha. Dhe ja thon patjetër. Dhe ai kërkon martesën për ta ditur që e ka patjetër atë gocën aty deri në fund. Por ajo vajza me të drejtë mendon që gjërat mund të shkojnë edhe keq. Dhe thotë një ditë dhe mund të largohem. Dhe ndoshta mendon se duhet të kem një barr të shtuar. Po pse rrin ti me që po bashkëtojmë dhe po njohim njëri tjetrin, ta njohim deri në atë pikë ku duhet. Pra nuk duhet të hidhen hapa të zituar se më keq e bën. E di makina kur i fut marshët para kohë, e djeg motorin. Kurse kur i lë me radhë është më mirë. Okej. Me radhë po e bën ato. Atëherë nëse vajza mendoj e para e punës mendoj që duhet ndahen. E para, e dyta mendoj. Jo direkt, e dyta. Çdo çifti. Qoftë ajo është single, gjithë duhet jenë single. E para e dyta, unë mendoj që nëse ajo ka frikën sa Flori që mund të largohet, i bëj që nuk e do të jeni mjaftueshëm se kur do di Djali ka frikën. Kur do di kë? Po, kur do di kë? Po. Po si e pas ka djali frikë, po kërkon. Kur po merr një gjë kaq e rëndësishme. E ka vajza frikën. Tani, e ka vajza frikën. Po pra diçka tjetër, diçka. Momenti që Rita gjën te Jesse. si mund marrësh një hap? Po bie dakord me të goca, Po pra, është djali ta ndërmarrë si Po vlla, është djali që do ta marrë këtë hapin se marrë. Tani, unë jam shumë dakord që në një lidhje duhet të ketë bashkëtesë, por deri në një kufi. Dhe unë mendoj që përderisa djali ka kërkuar martesën, do të thonë që ka ardhur kohë të martohen. Dhe nëse vajza thotë jo, nuk do të martohem më gjë tjetër, nëse thotë që jo, për momentin nuk do të martohem më gjë tjetër. Ajo ka thënë do të ndjej karrierën, do të bëj këtë, do të bëj atë.
Okej, si janë të njëjtin timing. Ato këtë muhabet si fillim do ta kishin bërë që fillim një ti ndani. Po jo, më çfarë martesa lidhesh me gocën do i thua të shkojnë ne. Jo, çfarë planesh ke vlla për 5 vite të ardhshme, a do të martosh, a do fëmijë, a do karrierë, s'mund të hysh në një lidhje ti me dy qëllime komplet të ndryshme. Hyn lidhje ti thua se gocës gjota shi. Unë dush, pa kalamoj du të martohesh. Jo, më jo. Si ke planet ti? Po jo, po merresh vesh, po pse ajo s'do E mbaron Kam Gjesi. një pyetje. Duhet që se martesa për ju ishte vetëm një firmë. Si firmos? Po s'dua për të firmos, kush do të firmos? Një firmë. Ta japu për Ajo e ka të ndarë që nuk është njeriu që ajo do të vazhdoj jetën. Ndodh edhe pa firmë dhe me firmë, nuk ka që ka frikë fare. Okej, ma. Është më e drejtë në rast se kësaj vajzës të thoshte që shikon nuk e shoh kohën me ty, pra të ndahet, si shtatë Gjesi, po S'është timing. Dhe ti nuk ja merr vitet e jetës atij personi dhe ja lën rrugën e hapur që të shkojë të gjejë një person që do martohet, për të martuar. Dhe shne nuk i merr as vitet e jetës, e as nuk e mapet bashkëtoti 100 vjet. Po hezo vllaja, do martu as po martu. Bravo Ema. Okej. Ja u martove dhe ndave qa fitove. Mos di ma Po Belin e kam on. Okej. Ja ku e ke. Benari tha që fillim domethënë nuk ka pse diskuton, jo, do martohemi, do bëjmë kalamaj, shta kalamaj. Ti de ai sa i me vlerëtën. S'ke diskutu për shembull që të dy doni martesë, të dy do martohej. Po pra, të dy do. Aty pra po çfarë do donte? Jo, çfarë do donte? Ti do të martohej. Jo pra, e diskutohet. Diskutohet. Diskutohet me kalimin e kohës. Edhe këto me kalimin e kohës. Me kalimin e kohës, po jo pa. Mos më thotë do i bëja pikë të parë. Më dëgjoj tash. Një moment. Po Benar. Ta hapa diskutimin duhet thonë, këto të dy nuk e shohin të ardhmen bashkë. Jo. Kjo është dia, nuk shohin të njëjtën ardhmë. Të ardhmen. Ato të bashkë mund ta shohin, nuk e shohin njëjtë. Ideja është ky djali, po pra ky djali e shef të ardhmen që do të martohet me këtë gocën, ajo goca e shef të ardhmen, shohin karrierë. Kjo është ideja. Që fillim pra, si që në fillim nuk diskutohet, apo martesë duhet diskutu pra. Çdo gjë që mund të bëhet në martesë bëhet në bashkëpunim. Martesa dhe karriera janë dy rrugë të ndarë nga njëra tjetra. O ndan shkon martesë, o ndan. E përfundon Desi dhe kalojmë te Fatosi. Çdo gjë që bëhet në martesë bëhet në bashkëpunim. Dhe me pak kalon të gjithë. Se peripeci, martesa të mbron, je i sigurt, nëse bën fëmijë, ai baba ose ajo nëna paguan. Në bashkëjetesë ngel ti ngres yt. Okej. Duan ai që është. Fatosi, do të martohesh paguan një tip, po O jo, Se mund të më kundër përgjigj. Kundër asaj që tha Misi, familja e shenjtë në Shqipëri, e dim këtë gjë. Po familjen ti e krijon të duke bashkëtuar, nuk e krijon familjen thjesht me një film ka plot histori suksesi, të cilat po jo çata në rastin më të keq, martesa të mbron, ajo firma të mbron. Ti bësh armik me bashkëshortin tënd, shkon në përgjyqje dhe merresh me lloj gjëra. Gjykata mbron interesin më të lartë si të nënës, si të fëmijës, si të burrit. Nuk e fare siguri. Zihesh me burrin ti. Gjulti burrin ty. Në bashkëtesë, ku do ti drejtosh? Jo, aty i drejtojsh policisë. Jeni duke mbrojtur martesës jashtë dhe në njëjtën kohë po thoni është institucion, jo vetëm akt. Një moment është familja. Martesa është the best. Martesa është pra, ju po mbroni martesës jashtë. Dhe në njëjtën kohë po thoni duhet martohesh, që nëse nesër ti zihesh me atë ti marrësh lek me gjykat. Jo, po bëni sikur partneri është një objekt që po e blen dhe ke garancin. Çfarë po bëni? Garanci e ke për kaq vite. Fatosi moment. Mos me çdo gjë. Nuk e përfundon. Okej, sa përfundojmë Florën shumë shkurt, se kemi 5 minuta. Martesa nuk duhet parë si akti për të mbrojtur nga të këqija, duhet parë si ti mendon që ti është kalosh jetën me atë. Dhe unë mendoj që djali e ka presioni, ka një fakt që nuk po përmendet. Që shoqëria i thoshte jeni çift ideal. Pra djali vuan presion nga shoqëria, ndërkohë vajza vuan presion nga familja. Do ta mbaroj pastaj mos të shtoni. Do ta mbaroj pastaj mos të jeni shumë okay. Ta mbaroj pastaj po bën. Jo, duhet mendoj që martesa ka një pikë caktimi. Pra, nuk është kur do vetëm një palë, është kur duan të dyja palët. Djali ka një moshë më të madhe, ndoshta edhe kur ishte 20 ca vjeç nuk donte të martohej.
Tani që është 30 do. Kur tjetë dhe vajzë gati të martohen. Çfarë frike ka vajza nga martesa? Vete një gjë të vogël, është shumë e shkurtër. Shumë e shkurt, një fjalë. Është martesa, vëlla. Mosh ose je 25 tani Nuk është mosh, është si e ndjen pra. Si e ndjen. Por vajza ka një traumë nga familja vet, cila nuk duhet ta nashkaluar. Pse ka frikë ajo ndërtohet? Nëse është njeriu i duhur, nuk e prit të dosh asgjë. Nëse është njeriu i duhur, nuk e prit. Ajo ndoshta e ka parë. Nëse një pallat bie nga tërmeti ti nuk do ndërtosh më? Njeriu i duhur në këtë moment, mashkulli i duhur e merr dhe flet pa siguritë që ka. Nuk i thot dua patjetër të martohemi. Po nuk i thot Ajo ndoshta se ka parë fare martesë. Atëre, nuk e pse merr si është pasiguri e mashkullit, merr si pasiguri të femrës që ka trauma. E para, po pra, ka pasiguri të femrës, jo mashkulli. Femra që ka trauma. Nëse ju thoni që divorci ka trauma ke fëmijës që ka pasur traumën ajo vet. Bashkëtesa, me që ju thotë që vetëm një martesa është një firmë, bashkëtesa një traumë i bie. Se po të ndanë të bashkëtesë, pra mami dhe babi do i quajnë, një shtëpi kanë jetuar. Po pse po ka shmadhe? Kur është një soi, si po ka shmadhe? Pse po pa divorci ka trauma? Divorci ka trauma, ndarja ka trauma. Si divorc, si jo. Ndarja ka Kur dikush ndahet. Fatosi tha. Ajo askush nuk flet. Ema. Është me radhë. Se marroj. Doja të thoja, nëse trauma, nëse në fillim të gjithë që thash për traumën e fëmijërisë, nëse kjo vajza pas ka pas traumën e fëmijërisë, pse ky djali nuk është pas ka qenë kaq i vëmendshëm që ta merrte vajzën dhe të flisë dhe të jepte siguri. Pra, çfarë ke ti që të shqetëson që kjo martesë nuk mund të funksionojë, të japi siguri, të japi vendosmëri asaj vajze. Ajo vua nga validimi, pra që ka nevojë që të vuash pra ka nevojë që të japi siguri, sepse ka vuj, ka pa babin e vet që ndarë ata. O Ema, po nuk do të thotë që nëse ti je njeri i vujt nuk do ndërtosh asgjë më zemër, se ka gabuar. Ti japi siguri djali. Ajo ndoshta e ka parim, s'do të martohet kur, e ka martesë. Se nuk martohet ti se më janë datë shtëpis. Ai nuk është thjesht njeriu i dur për të, ajo nuk e ndjen ndahen. Po këtu është mos përputhje në faktin që ajo ka një traumë që pas ka folur, dia ka treguar ndoshta shumë herët. Ata kishin diku te një vit që bashkëtesën në mënyrë se janë nisur, nuk mendoj që një vit është mjaftueshëm për të shkuar në martesë. Ndoshta është po për një vit ju që për një vit mund të bëhet. Po ju nuk është martohen në atë ditë që ja ka thënë ai djali. Ai djali po tregon që si e shoh funtarmen, ajo gota nuk e shef ashtu, ne si është po flasim. Sepse goca ka vajza. Ose po nuk është ajo që tha Flori, është presioni shoqë ju goca sa një pyetje për goca, sa gra keni lagje që kur kalojnë thonë, "E me akoma ti nuk e gjeti." Imagjino personi ka ky djali ka presion, prandaj kërkon martesë. Dhe për Julin kjo. Ajo mund të ketë trauma, është shumë dakord. Atë ai nuk po i thotë që martohet tash e para dhe e dyta kjo gjë është që kjo vajza nuk është se thotë që unë do martohem tash, ose martohet të karrierën ose ka trauma që martohet asnjëherë. Tash traumat e kësaj nuk është si vuaj ky do të martohet. Mos ta lëni kokë. E marrove? Diçka. Juli tha çfarë që fëmijët vojnë gjykatave një gjë me radhë. Fëmijët vojnë dhe nëse fëmijët ndahen. Një soi do vajnë fëmijët. Nuk është një soi si të kalosh në dyert të divorcit, në dyert të gjykatave, nuk është një soi. Sepse nëse ne të dy bashkëtojmë dhe ndahemi, shnet blok dhe hep. Fëmijët, fëmijët, i zgjedhim i ndajmë.